Purpuratët dhe princerit Farefis nuk e linin Skënderbeun rehat nga dëshira që kishin për të shtënë në mendim më tepër kujdesin për çështje familjare dhe për Filizin që duhet i zinte vendin, duke i thënë se s'kishte më frikë për asgjë, se rreziqet kishin mbaruar, se armiqt kishin lënë më njanë çdo kujdes për luftë, nga kërdia që sapo kishin pësuar dhe nga ngjarjet e reja e ndërimi i mbret. Se nuk duhet i linte edhe më pat atë gëzim, zemrat e dëshiruara të popullit, në bindje se kudo do të vlonte gazi dhe se vetë Stina e kërkonte një gjë të tillë, sepse ishte muaji i majit dhe çdo gjë që e lulëzon. Se duhej më në fund që ai të pranonte dhe të bindej për këtë gjë, e cila do t'i gëzonte të vetën më shumë se sa fitoria e përmendur kundër Muratit, dhe sa e gjithë trimëria që kishte bërë gjëra të ditë në luftë. Kastrioti, megjithëse lidhej si me zinxhir në këtë mes, kundër dëshirës së vet, prapse prapi, kur merrte parasysh rrethanat me radhë, e gjente të udhës ta bënte atë punë më tepër për nderin e dobinë e saj, dhe nuk duhej që ta mohonte përsëri, sepse u pa dhënë fjalën vitin e kaluar, kur ja kërkonin po me aq ngull. Prandaj, nuk nxori asnjë kundërshtim, por ja la Muzak Topias, burrit të së motrës, që ta rregullonte gjithë punën, si dhe disa pjesëmarrësve të pak të planit. Ndërmjet princeve të tjerë të Epirit ishte edhe Arianik Golemi, për të cilin kemi folur gjatë. I dëgjuar si askush edhe për mbretërinë e tij të madhe, edhe për fismërinë e lashtë të fisit. Bija e tij Donika, jo e pa denjë për atë bab, ishte bërë e njohur që me kohë dhe mbajë në gojë ka të gjithë për atë bukuri fort të rrallë, gjë që për femrat zakonisht nuk shikohet si e dorës së fundit. Prandaj as Skënderbeu s'pati hall për të martuar me ndonjë tjetër, as i Arjaniti për të zgjedhur ndonjë ëndër tjetër. Çdo gjë ndërmjet tyre mori fund lehtë, dhe t'u thënë e me t'u bërë. Paja u la në gjykimin e vjerit dhe u pranua siç e vendosi ai, e denjë edhe për atë që e jepte edhe për atë që e merr. Skënderbeu nuk e vënoi dasmë, por e mori me njëherë gruan në shtëpi dhe e ndau guximin e zakonshëm me popull. Princer i fshinj dhe pothuajse gjithë bujarët e Epirit, u qenë sjen, ose marrën pjesë vetë në atë mrekulli, ose një stuj fort të madhe, e me dhurata, madhështore ose i dërguan urime dhe përfaqësonjes me peshqesh nga më të bukur. Të gjithë ishin të gëzuar që dy princerit më të fuqishëm të Epirit u lidhën midis tyre me një krushqit të tillë, sepse dukej qartë që në të ardhmen fuqitë e tyre të bashkuara ishin për të mbrojtur lehtë vendin nga çdo rrezik e dëmi luftës. Autoritetet venedikase treguan pëlqimin dhe kënaqësinë e madhe të senatit për këtë punë, me dërgata dhe dhurata nga arka e shtetit. Edhe princerit e tjerë, pastaj dashamirësit e tyre, por të madhe që patën treguar në kohë të vështira, e shfaqen me mënyra më bujare. Edhe tani në kohë gëzimi, dy raste këto, siç thot populli, për të dëshmuar miqsinë. Gjithë peshqeshët që erdhen nga Alfonsi ishin aq të mëdha, saqë thonë se Skënderbeu nuk deshi t'i mbante, por se u shtrëngua më në fund nga purpuratat dhe vetë të dërguarit e mbretit, që t'i merrte dhe i dërgoi atij të tjera jo më të vogla si kuaj, sklevër dhe sende të tjera barbarësh dhe plaçka armish të mundur, siç e kishte zakon. Dhe kështu ai u dashur më kthye në një festë gëzimi, plot ndere e madhështi, sepse përveç sa tham, edhe lodrat e ndryshme dhe çmimet e shënuara që u caktuan, e ndezën ka që esqe rinia lakmitare për lavdin dhe ja shtuan me këto se jire shkëlqimin asaj feste. Thonë se Mehmeti nuk mbeti pa i vajtur në vesh, as rindërtimi i krurës, as ndonjë nga ngjarjet e tjera, dhe se ta kishte trumbulluar me gjithë shef gëzimin e tanë, kur është rëngua të hiqte dorë nga ky mendim, sepse ishte i zënë me punët e brendshme, e që dilte gjithmonë, do një vështirësi në mbretërinë e re dhe përpiqje me mishe me shpirt, për të grumbulluar të hodha dhe për të pasuruar arkë. Gjithë këtë, ai, i gojo keq që ishte i quajti dasmon fatzez dhe gëzim të shkurtër të mjershëm, tha ai, duke u kërcenuar se shumë shpejt të gjithë do të derdhin lot më të hidhur. Skënderbeu, e vetmja punë që i mbeti, mori një tokë luftëtarë të shquar dhe bashkë me nusën e re kaloi për disa ditë duke shëtitur krahinat me mal dhe duke vizituar qytetet e vendit një për një, i që prej shumë vjetësh ishte mundur ta bënte për shkak të pengesave të pareshtura nga armiqt dhe të vështirësive të luftës, mizeria e popullit që i qederdhur nga çdo anë, dhe banorët e krajinës kudo, duke ngrënë sedër, e prisnin ardhjen e tyre me festime dhe sere hire të mëreja.
cili përpiqej më të madhe që t'ja fitonte zemrën zonjës me shërbime të ndryshme, dhe kështu të gadiste rrugën për t'ju ofruar vetë kryetrimit. Asnjëri nuk u përbus, asnjë ndjenjë dashurie nuk mbeti e papërfillur. Të gjithë u pranuan me të njëjtën përzemërsi, si ata që erdhen me duar plotë, si ata me duar të radhur nga skamja, por me zemër të pasur. Duke shëtitur me kalë dhe duke këqyrë me kujdes, gjithë vendin me radhë, Skënderbeu erdhi në dibër të poshtë, në prag të Maqedonisë dhe gati monokofit të mbretërisë së vet, në vendin pa ku sidomos barbarët e kishin zakon të mësynin e pirin, dhe turën benin, fshatarëve gjën pa u dënuar, duke i shtypur të pambrojtur. Ky vend, megjithëse që nuk ishte vetmja portë e hapur që ata të hynin e pirë, ishte megjithatë thuajse vetmja hyrje e volitshme, nga ku edhe tanët më tepër se çdo anë tjetër dëmtonin zakonisht viset armike.